Shoqata e personave me nevoja të veçanta Hendikos organizoi një takim në të cilin u diskutua për një projekt edukativ i cili ka për qëllim gjithëpërfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor. Ky takim ka për qëllim të nxit më tepër bashkëpunimin mes aktorëve të ndryshëm të shoqërisë, të cilët kanë përgjegjësi dhe mund të kontribuojnë gjithëpërfshirjes. Ndërkaq, menaxheri i projektit Gjithëpërfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në edukimin parafillor dhe atëfillor, Behgjet Binaku, tha se po bëjnë përpjekje që të ngrisin numrin e nxënësve me nevoja të veçanta në përshkolla fillore dhe të mesme. Projekti ka synim që sot të marrim rekomandime dhe opinionin nga drejtoritë e arsimit, nga drejtoritë e shkollave, se si të ngrismi numrin, si të arrismi numrin e përfshirjes fëmijëve me aftësi të kufizuar, sidomos të fëmijëve që jetojnë në pjesët rurale, jo urbane, sepse problemet dhe sfidat më të mëdha të prindërve janë në pjesë rurale. Problemet janë duke filluar nga transporti, nga krijimi parakushte për qasje, mbrana objektit shkollës, fuqizimi e kuadrit që punon me fëmijë me aftësi të kufizuar, edhe shumë sfida tjera të cilat e përcjellin fëmijën dhe familjarën me aftësi të kufizuar. Sipas udhëheqësve të Hendikosit, në të gjithë Kosovën, vetëm 11% e fëmijëve me nevoja të veçanta janë të përfshirë në arsimin parafillor dhe fillor.